Me transparencë të plotë dhe konsultim të ngushtë me përfaqësuesit e partive politike në KQZ, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi këtë të martë për mbajtjen e fletëve të votimit për zgjedhjet e 11 majit. Sipas kryekomisionerit Iliran Celibashi, fleta e votimit është njësoj në kuptimin e madhësisë për të gjitha qarqet, përveç në Tiranë që ka një densë më të madhe të emrave, por që sipas tij janë të gjithë të lexueshme. Përmbajtja e atij QR kodit është e mirator me vendim të Komisionit Rregullator dhe kemi hequr numrin serial për shkak të shqetësimeve që kam patur, edhe pse nuk kemi evidentuar asnjë problem dhe askush nuk ka sjellë ndonjë provë. Por nuk lexon nga pajisjet jashtëm, për shembull. Absolutisht. Përveçën pajisjet jashtëm. Jo. Por në çdo rast ai QR kodi përmban element që lidhen me qarkun dhe me qendrën e votimit. Në ndryshim nga zgjedhjet e 2021-shit, këtë herë kandidatët do të shënohen me emër dhe mbiemër në fletën e votimit. Fletët e votimit për 11 majin do të prodhohen në Sloveni dhe shpërndarja tek diaspora që voton për herë të parë do të nisë 10 ditëshin e parë të prillit. Fletët e votimit do të kenë përmasa të mëdha, pasi në to do të përfshihen të gjithë emrat e kandidatëve për deputet, si ata të listës së mbyllur, por dhe ata të listës së hapur. Gjithashtu, kryekomisioneri vendosi caktimin e 100 qendrave të votimit në ndërtesa private për qarkun Shkodër, Dibër, Berat dhe Fier.